Kryetari I klubit Otrant Olimpik Skënder Exha ka folur për ecurinë e skuadrës në ligën e parë të Malit të Zi, duke vlerësuar se deri tani gjithçka po shkon mirë. Ai bëri të ditur se ekipi është përforcuar me 11 lojtarë të rinj, ndërsa u shpreh I kënaqur me punën e trajnerit dhe skuadrën e formuar për këtë sezon. Otrant Olimpik ndodhet në xhirun e 4 të kampionatit, ndërsa të dielën e pret një përballje e rëndësishme ndaj Deçiqit. Rexha pret me optimizëm ndeshjen dhe shpreson që skuadra të arrijë fitore. Liga ka fillu, ishte xhiro e 4, një lojë kena lujt si një koqire kena lujt Tivat, për punë se drejtat televizive kanë vu kushtin 8 ora dhe na s'kena drita dhe më thanë është dash të lumë Tivat. Kurse këtë lojën kena kërku nga federatat të lumë 0-100, se mendojmë se I mushim krejt kushtet, edhe pse pak është zeta la, po mendoj se publiku të Ulqinit I muën Liga parë, edhe mendoj se kanë mu knajtë, më thënë, dilen lojën e pare, presim të me Deçiqin në 5:30. Deçiqi është në këtë moment vend parë, vjetë ka fitu kupën e Malit Zi dhe ka lujtë në Evropë, më thënë tërsa vjetë është një ekip standart në kry tabeles dhe ka me qenë një lojë interesant, po mendoj se mas fitores me Sutjes Kënikëshiq, mendoj se djemë të jonë kanë kallëzu edhe me Petrovcin, kanë kallëzu se janë sigurt për mendim tjem edhe për opinionit meritojnë vendin ku janë ligë parë, mendoj se kanë me kallëzu kvalitet në këtë ligë, se mendoj se është bëjë një ekip shumë e mirë, kombinuar pri lojtarë nga Ulqini dhe të Tujt, dhe mendoj se na presim si në këtë sezon të kalom diket mes tabeles, ato janë qëllimet e jona, mos lufton për mbijetes, po midis tabelet të rrim dhe të shikom të afirmom me së nej kur të stabilizohen në tabel, të afirmom dhe dhe një alteri ma shumë. Po, cilat ndoshta do të ishin përforcimet për këtë sezon? Po, në përforcime kena pru shumë, kena pru 11 lojtar, kena pru 2 lojtar nga Macedonia, kena pru një nga Zvicra, aje la ishi lindumun në huazim dhe krejt tjerë ti kena marrë nga Mali Zi të pri klubeve tjerë. Mendoj se shumica ishtë zorë me qilu tanë, po mendoj se shumica janë qilu dhe kanë kallëzu talojnët, si mendoj se kanë përsu ekipin edhe shumicën ekipës tjetër e kena majtë për ekipit si kena dalë vjetë kampion dhe 70% ekipit është qysh vjetë. Cilat janë apo cila është mbështetja nga pushteti lokal, por edhe nga institucione qendrore? Mas me qenë pushteti lokal, kjo klub nuk mund të me ekzistu, dhe më thanë, edhe bëj thirrje si të gjithë ndërmarrjeve publike dhe private të ndihmojnë klubin, se vetëm komune është zorë të majnë, dhe rëtesh është të majtë vetëm komune dhe karizma me Porturaj si janë të nënimu, me fjete, me haje, dhe krejt një kesh një mesa krejt, dhe me thënë edhe federata një pjesë jep në vogël, po 99% e manë komune Ulqinit, cilin e falenderoj pri kryetarit Niman Begu e krejt pushtetin lokal, cilit kanë kuptu sa ishë rëndësishëm futballi, se ne jena mapën e futballit të regionit në ligë parë, nuk është që a vogël, dhe me thënë të rishë në ligë parë, dhe menoj se tash në javën tjetër në fillojnë edhe moshët e reja, juniorët dhe kadetat, ata janë në ligë Malit Zi njësoj, me 9 seleksionet trive marrin pjesë në gara, dhe me thënë javën tjetër dhe të fillojnë të me lujtë në Ulqin njësoj, edhe juniorët dhe kadetat, dhe besoj se ka shumë shpenzime, po besoj se me ta fëmi, edhe me ta do të bëmë rezultat mirë, edhe menoj se Kastan Lypet i thrasë edhe njëherë si të përkrahin klubin. Sa jeni të kënaqur me gjithë ekipin dhe pjesëmarrjen në deri të arnishme, por edhe me trajnerin? Krejt jena të kënaqur, ndërëtesh tani është të shkon rregull. Besoj vazhdojmë kështu si jena nisë. Mendoj se me Petrovci nuk kena pas fat, se edhe të lojë ishtë dash të fitom, me lojë si kena lujt. Lojën me Sutjeskën si është kampionin aktual, si e kena mujtë nga më thënë 4-1, dhe më thënë ishtë kallëzu se ekipi ka lojtar, dhe besoj se do të dëshmojnë edhe dilen 5:30 në Ulqin, dhe iftoj njërë tifozet vinë sa ma shumë numër më të madh të përkrajnë ekipin e vetë. Mendoni që do t'jap një performancë të mirë klubi Otrantit të dielen? Po mendoj se do të korrim fitore me mendimin e jem.
Kryetari i klubit foli edhe për kushtet dhe infrastrukturën sportive në Ulqin, duke theksuar se qytetit i mungojnë hapësirat e nevojshme për zhvillimin e sportit. Ai shpreson që në të ardhmen të ndërtohet një sallë re sportive, e cila do të shërbente klubeve dhe sportistëve të Ulqinit. Pa neve në lypet infrastrukturë shumë, neve në mungon infrastruktura. Ishte një fakt si to tash 30 vjet që është punu në infrastrukturë të sportit hyç. Më thanë, në kjo fushë ba vjet dhe ishte ripëru, më thanë, po zhveshtoret dhe tribunat janë batrejat, edhe bari vujri, mendoj se lypet për moshët e reja në lypen në 3-4 fushë në qenë minimum, dhe ishtë projekti i stadiumit, mendoj se ai nuk uzën munal, mendoj se lypet për punu në drejtim, edhe pse ishtë ba një cifre madhe kur ishtë ba projekti, mendoj se mundat mu baj stadion edhe lypet mu mas milan, ndoshta dikosh e ka interes edhe mas mi ba nesër, por mendoj se ai stadion i shkry me projekt ideor, me projekt kryesor, edhe i s'uzën munal. Edhe ka hyë edhe në projekt federatës, mendoj se atë lypet për punu në drejtim. Si ta ka Ulqini një stadium, ku të mundën të lojët, se tu para 2 mujve janë lojët ndërkombëtare moshëve të reja, kurse mundët edhe për senior nesër mu lojtet. Sipas Rexhës, përmirësimi i infrastrukturës sportive do të ishte një hap i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të sportit në qytet dhe për krijimin e kushteve më të mira për të rinjt.